Ne presim lirimin e çlirimtarëve, se janë pa drejtë në përburgje, edhe ato që 5 vite, prandaj kemi ardhur, si çdo herë, protestat kanë efektin e vet kur një popull çohet në kamp. Edhe në kohën e Amir Rustemit, kur e ka vrarë, shpartalluat tradhtarin, e kanë shumë shpejt si populli ka ardhur nga Amerika, nga gjithani. Kemi ardhur nga Kosova në mbështetje të çlirimtarëve, të cilët padrejtisht mbahen në gjyqet e Hagës. Ata gjithë janë dhe mbeten çlirimtarë të vendit tonë dhe liria është nga ata dhe shokët e tyre që kanë luftuar ndërsisht në çlirimin e Kosovës. Edhe presmi për kraje të komandantave Tuçekas. Inshallah do Zoti sa më shpejt kthehen. Ne populli shqiptar në përgjithësi i besojmë drejtësisë dhe kemi besim. Po megjithëse i kaloi gjitha kufet, gjitha përmosat e një drejtësi objektive, atëherë kjo kemi vendosur shoqatat e dolën nga lufta që ta çojmë një sinjal se padrejtësit nuk durohen. Edhe ta shohim si do të rreth situata. Besojnë shumë në lirimin e çlirimtarëve. Presim lirimin e çlirimtarëve. Protesta nuk më duket shumë masive, po mjafton, besoj, simbolike.